Albin baba ti ku je, Berat Bojalen ku ma ke. Për shëndetje mi të dashër. Ka bo nomi Shqipni, Berat Bojala karatist, boksier. Nuk e dhja këni pa me që ajo. Qaj ka bo këj Albini këti farë Beratovici. Shki qaj thu të rësën, sepse vetëm me veç për ndryshë e nëron. Sepse këtë që ka është kundër qeverisë Kurtit, kundër Albinit, sidomos kundër Albin Kurtit. Ka shku sonde në Shqipëri, miq, edhe pas ka dasht me ra Albatrosit. Kër e pash për besu që dita. E s'polla qara për e bo këtë video, edhe me ka dikush që e ka po ka dikush që nuk e ka po u befasova. Kështu që miq, shkojmë të ndëgjojmë, e të shofim pak videon, e të diskutojmë bashkë. Sepse është merra, në të vërtet për besë të merë. Qëre, vësh pak. Duket Albatrosi që ka me Albinin ti që e kundër. Jo me veç ka ardhë me polemizu. Për t'i përmbushur obligimet Albatrosi. Këshillit e Evropës, dokumenti është raporti Dikmartit, Republika e Kosovës, jo Bashkimi Evropian, jo OKB-ja. Republika e Kosovës. Kush shumë me spjegu. Nuk thot duhet, mund të themeloj. Edhe mund të themeloj dhoma specializuar dhe një zyrë prokuror specializuar. Sepse do votojnë në parlament, patjetër. Patjetër, mirë po. Kjo fjali e shpërfaq. Zhveshur, hipokrizin, kjo nuk është e Hagës, kjo nuk është e Bashkimit Evropian, kjo nuk është e OKB-s, është Republikës Kosovës e cila thot mund të themeloj dhoma specializuara. Republika Kosovës e cila mund të themeloj, atë Republika Kosovës mund të themeloj. Njëjtin organ që ka themeluar. Ka dal Beratovic, ka dal se nuk mundesh. Nuk jetin shpjetone. Pe prej do drus, pe prej do dru. Pe boj që të shpi, pe prishe. Po, këta bunesh. Ama jo që kanë speciale. Sepse e kanë votu 82 deputet. Ka dal. E dyta, pa a jeti që qaj shkelon se alpa dhe për ashtë më thoqen. Që do të dokumentoj. Po folti. Uzat nuk janë përputhje me çka është ndryshu kushtetuta. Mirë po, i vetmi person i cili e ka bo më shumë ka folë për Oliver Ivanovicin, e ka shpoll hero Albin Kurti, ka dalë në përvjetorin e Oliver Ivanovicit, edhe ka thonë që Oliver Ivanovici ka qenë një politika liberal i cili ka marrë pjesë në masakra kundër shqiptarëve, nuk e ka bot njëjtën gjë për Hashim Thaçin, Kadri Veselin edhe këta që janë këtu. A i vetë bëti që në vojnë shkallon gjëtë pa thonë për Albin Kurti. Për më falë, Hashim Thaçin. Për masakrën e Izbicës, ku e nëmbron 130... Për masakrën e Izbicës, ku e nëmbron 130 shqiptarë. Është denupi gjykatave të Kosovës. 13 vjetë personi që ka kry masakër. Po. Pse? E kush ka fajtu? Ditë gjykata tona me denu ato 25 vjetë, 45 vjetë, sepse është ajo që e tha dhe avokati. Ligji më i favërshëm. Nuk ka ligj më të favërshëm, në njëre që ka vrarë njerëz, ti për dënon 12 vjetë, 13 vjetë, në luft, masakër ka bo. Çfarë ligji ka Kosova? Apo po i ruajnë ata, mos po i ruajnë shumë. O, la posh. Tunaj ligjin e but. Ti ka vrarë banaki 20-30 shqiptare. Ja jap 12-13 vjetë burg. Ku? Qysh? Këta s'falin. Shkruan edhe në ligj, Lex Mitjori shkruan në ligj. Neni 44, po. Neni 44 shkruan. Ne kemi dënu sërbë që kanë kry masakra me dënime 10 deri në 13 vjetë burg, që kanë kry masakra të Kosovës. Ma kanë kry masakra, vetëm në burg. Si të thonë kur gjo. Po e kishe prapa, se ti kur e ka kalu këtë se jetu e degradu debati. Kur e Qërëmi. kalu këtë amandament, dhomave speciale ja keni dhënë të drejtën që me interpretu vetë kushtetutën. Ata e kanë mbyll, ata janë vetë poshtë, vetë së bashkë, ju e keni votuar. Se ka votuar Ej, palioç aty, nga. Edhe tash ti fol të ditën për kushtetutën, ai e interpreton vetë kushtetutën. Jetë vol nuk Çfarë shohet? Vën për ta kuptoj që ardhmë prish debatin. I fare në rondë. Si je ti pronari i debatit, po billë gojë në burr. Si je pronari i debatit, është. Unë e thon ti billë gojë. Ai.
Ti mu më thënë trusën e ty mbulla. Farë bokseri, farë karatisti. Qa po I doket vetja? Që të pata në pyet, qka po I doket vetja burë? Farë Luan Krasniqi? Apo Milajm Zeka? Apo aj që I ka rap Milajm Zekës? Se këta këtë do të mishti që të burë. Herë unë a zë. Ku në që farë ka këseri? Ty vene pasën ditë, unë që kjo për mu është vidje e funit që I bëj për Berat Bëzholin, për Beratovicin. Këj për sa ka të I kamëre? Ku në? Runa zë, veç me konar me në zemaj, me disë Prishtinë. Shkujnë e miqë? Pa. Po son veni me bëk të tjerë, frustrimet e tua mbaj Bikuli, kena me ardhë me folë për të Brava I kohë të Albatrosit. X atje. Jo, le burë se more këtë të ti. Nuk është që këtim fevze për me bot debat. Ma ke pru një zhurmus këtu, le qëkon atje ku dojnë me bot debatin. Ti qa borë dhe shtas? Jo, në qëtë Shkujnë e miqë. Go, Berat Bëzholin shtash. Qka ti ke folë për Hashim Thaqin, e tash ti po dhimet ka shumë. Nuk po më krye. Këto janë ato rante tua që ti bën për klikime, unë falë shpreje, me hije pak atyne kushete, te gazetarëve që janë edhe nga shërbimi inteligent I Kosovës si Gjoja Agjentrus. Pra kjo është një propagandë që është përdorur nga autokratët edhe në Shqipëri dhe në Kosovë për të friksuar opinionin. Alfred Beza po pyet, a ishit ju në listë? Po, patjetër, thuaj zoti Beza, edhe unë kam qenë në listën e zotit Thaçi, madje për këtë nga qeveria që e kemi lënë nga qeveria që shkoi, nga kreu më I lartë I qeverisë, që AKI ka hulumtu dhe gazetar mesin e tyre dhe mu madje kom shkru edhe për këtë farë idiotësie të Agjencisë Inteligjencës Kosovës edhe të kreut politikë të Kosovës. Kështë që kjo është vetëm një, si më thonë, një kogol. Pra po thuaj që edhe rezoluta në Shqipëri ishte propagandë, si po bën analogji me Kosovën. Nuk do të kishte natë ma perfekte se sa kjo nata Halloweenit për mu përdor një maskë e tillë që Gjoja të kimi rusë për shtrihet edhe në truet shqiptare. U thadhen nga parafolësit aty, pra kuptohet është vetëm një shtet në Evropë pas Bielorusis, siç është Serbia, e cila është komplet nën diktatin rus, ndërsa janë vetëm 2 njerëz në këtë pjesë të Evropës që kanë raporte pothuajse vllazërore në Serbinë, që është zoti Thaçi dhe zoti Vučić. Pra nëse ka në linë direkte A një qatat miq? Hashim Thaçi ka shoqni vllazërore me Serbinë edhe me Rusinë. E tash kë qohet të mbron, në mund tash qohet të mbron, Hashim Thaçi. Hajde tash ti. Qysh me përbina këta? Kuna për jashet këto? Kuna për jashet këtë legend këtu sene? Po ja përse ja povli bre. Pasha zote kë kujto që povli po flanë. As povli si për cilë, as lajmet, as rrjetet sociale, as gazeta, as absolutisht ish. Ky mendon sa të folë dhe harrohet. Jo Beratovic, jo. Se nuk harrohen. Historia jetë. Mi se dashër, e pashtë arsyeshme me bërë këtë video, edhe e bona, kështu që ju përshëndes, natën e mirë, gjumë të mërë. Mire pashëm vite Rodhës.